Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Gjithmonë jemi mirënjohës Zotit të Madhërisëm, i cili na ka udhëzuar dhe na ka begatuar me Islam. Ne ka pasuruar jetën me vlera nga më të ndryshmet. Dhe padyshim se prej vlerave dhe mirësive më të mëdha që mund t'i përjeton njeriu në jetën e kësaj bote janë ditët dhe netët e bekuara të muajit të shenjtë Ramazan. Agjërimi është adhurimi i madh, është shkollë e edukimit shpirtëror dhe është burim i energjisë pozitive për secilin njeri në përgjithësi dhe besimtarin në veçanti. Të nderuar vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, e shfrytëzoj rastin me i thënë 2-3 fjalë, me i përcjellë 2-3 mesazhe nga Kurani famëlar dhe nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, nuk ka dyshim se agjërimi si adhurim është analizuar nga këndvështrime të ndryshme, shkencore. Dhe të gjitha analizat, studimet, e vërtetojnë se po bëhet fjalë për diçka shumë të rëndësishme për jetën e njeriut. Aspektin fizik, sepse në shkencë analizohet dobia e agjërimit në aspektin fizik, ndërsa në aspektin fetar ne i studiojmë dhe analizojmë dobitë shpirtërore që vinë prej muajit të bekuar Ramazan. Nga se njeriu nuk është vetëm aspekt fizik, por është edhe aspekt shpirtëror. Dhe të gjitha analizat, studimet, rreth agjërimit vinë në përfundim se po bëhet fjalë për diçka shumë të rëndësishme për njeriu si qenie fizike, por edhe për njeriu si qenie shpirtërore. E unë me lejen e Zotit të Madhërisëm sot do t'i ndaj vetëm 2 çështje se çka mund të përfitojmë prej Ramazanit në mënyrë që ta rregullojmë sistemin e jetës në jetën e kësaj bote. Vëllezër të ndershëm, është transmetuar një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që transmeton njëri prej shokëve që kanë quajtur Ebi Umam el-Bahili. Ky Ebi Umam el-Bahili thotë i thash një ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, ma tregon një mësim për i cilit mësim unë përfitoj dyanshëm në këtë botë dhe në botën e përjetshme." Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë: "Alejke bis-sawm fa innahu la mithla lah." Më tha, o ti i ndershëm, përmbaju agjërimit dhe mësimeve të tij, sepse nuk ka të ngjajshme me te në jetën e bote. Nuk mundesh me gjetë shkollë tjetër, as mund të prodhon njeriu, as të imagjinon njeriu shkollë tjetër më të rëndësishme për shpirtin, për ndëgjegjen, se sa agjërimi. Dhe ky hadith e dashur vëllezër është bë edhe pistë studimit në argumente të ndryshme shkencore. Dhe mu po më intereson 2 fakte dhe po e përfundoj për shkak edhe të rrethonave të kohës. Vëllezër, në muajin Ramazan më së miri e kuptojmë sa ka rëndësi koha në jetën e kësaj bote. Se sa ka rëndësi të shfrytëzohet maksimalisht jeta në jetën e kësaj bote. Sa ka rëndësi të shfrytëzohet dimensioni real i kësaj jete. Këtë mësojmë në Ramazan. Pse? Se shpeshherë shpërqendrohemi. Nuk javëm mendjen se ditët ecin shpejt e ne nuk i shfrytëzojmë në dobi tonë. Dhe vjen muaji Ramazan dhe na mëson se edhe sekondat këtë jetë janë të rëndësishme. E mos flasni për një pjesë të ditës, dhe të mos flasni për komplet ditën, ose javën ose muajin, po edhe sekondat në këtë jetë janë shumë të rëndësishme për fatin e njeriut. Jeni dëshmitar vëllezër se gati mrinëm në gjysmë të muajit Ramazan e sa shpejt në ka ikë. Dhe ky muaj në mëson për qëndrohuni fort, se gjithë shka që shkruën këtë dunja, ka shifër, aja hargjohet shpejt. Gjithë shka.
që shkruhet me shifra në këtë dunja, që mund t'i shkruaj njeriu, harxhohet shpejt. Edhe jeta e njeriu nuk është asgjë tjetër përveç se do ditë të numëruara të tij. Kjo shkon shpejt. Andaj njeriu duhet me shfrytëzuar çdo moment të jetës dhe në bazë të rrugtimit në etapa ndryshme të jetës të provon me i marrë mirësitë më të mëdha se bote, sepse i duhen për botën e përjetshme. Vëllezër, edhe sikur ta kishte shfrytëzuar njeriu këtë jetë maksimalisht vetëm në gjanat e mira, përsëri ku të vjen nesër në peshorën e llogarisë, ka me pas se ka mbet shumë gjana pa i bën. Ka mbet shumë të mira pa i përjetuar. Ka që është e shenjtë jeta. Ramazani na mëson dhe na thotë se shfrytëzone jetën sepse ka shumë rëndësi të madhe, nga se vetëm një herë vjen këtë dunja dhe nuk kthehesh më kurrë, e ketë komun varë rrugtimi jot në botën tjetër, se si e ke shfrytëzuar dhe çka ke punu në jetën e kësaj bote. Dhe dyta, vëllezër, që mësojmë për këtë muaj Ramazan, një mësim shumë të rëndësishëm, e mësojmë se Zoti i Madhërisëm ka kriju gjithçka me sistem. E ka sistemu secilën krijesë në pozicionin e vet. Kush provon me dalë për sistemet e jetës, ai dështon në fillet para të jetës. Dhe s'u arrin dot kur objektivat e jetës. Dhe në Ramazan e mësojna se çka nën kupton sistemi. Keni pa vëllezër ditën e parë të Ramazanit, e bam një takvimin, edhe e dim në 29 ditë në sa ora ha iftar. Ka që precizjeta. Do me thonë, në ditën e parë e marmi takvimin, edhe shohmi dhe themi, në ditën 29, iftari ka kaq minuta dhe kaq sekonda. Allahu don me i kallëzu njerit, se jeta kësaj bote është milimetrike. Është aq precize në qintat sekondit dhe aq precize në atë aspekti milimetrik. E nëse njeriu provon këtë dunja me dalë jashtë sistemit, nuk mundet me arrit qëllimet e jetës. Nuk mundet me realizu objektivat e jetës. Veç një javë me dalë për sistemet jetës, nuk mundesh me arrit qëllimet. E leje ma me ndërtu një gjysmë të jetës pa një sistem, pa një objektiv dhe pa prioritete në jetën e bote. Vëllezër, është interesant kur lexojmë histori të njerëzve të suksesshëm. Për shembull, sepse ka individ të suksesshëm në gjenerata të ndryshme, ama ka gjenerat komplet të suksesshme. Dhe gjenerata më suksesshme që ka njoft historia e njerëzimit është gjenerata e pejgamberit sa. Kur lexon ti historinë e tyre, ndesh individualisht, ndash si shoqëri, gjithë ato puni kanë bërë në jetën e tyre, ti shtrohet pyetja çysh kanë pas mundësi. Vallë, mos ka qenë dita më e gatë, mos ka qenë muaji më i gjatë, mos ka qenë viti më i gjatë, çysh kanë mujtë të mi arritë ato suksese. Dhe në fund e gjenë përgjigjen, i kanë arrit ato suksese sepse kanë pas sistem të jetës. E kanë menaxhu jetën në kuadër të një sistemi perfekt. Kanë pas kohë për gjithçka dhe kanë arrit qëllimet më të mëdha të jetës. Pse sot në kohën tonë bashkëkohore, për shembull, njerëzit zgjejnë kohë për të bërë punë të mira. Ku e harxojmë kohën na sot? Momenti kur del prej sistemit, të hup energjia pozitive që e ki. Forcën intelektuale nuk e kanalizon më në çështjet e mira, po thjesht e tret, e zhduk, dhe pastaj s'ki sukses. E në Ramazan na mëson Zoti i Madhërisëm se edhe ushqimi fizik në kohën e duhur, edhe ushqimi shpirtëror në kohën e duhur, edhe detyrat që ti ka caktuar Zoti i Madhërisëm, dhe në raport me jetën, ato duhet të kryhen në kohë rekord. Dhe duhet të bën preciz edhe në atë aspekti milimetrik. Kjo sistemi që mëson muaji bekum Ramazanit. Pra jeta vëllezër është ndërtuar në këtë mënyrë. Imagjinone, për shembull, sa është preciz jeta. Sepse vetëm njeriu vëllezër ka potencial me dalë për sistemit. Sepse mashtron liria. Asnjë krijes tjetër s'u del për sistemit. Allahu na thon Kur'an, ma khalaqna as-samawati wal arda, nëse kemi kriju tokën dhe qiellin, laibin, në formë të hajgares. Nuk guxon me dalë qielli prej sistemit. S'guxon. Sepse komandën e ka dhënë Zoti. Veç një krijes, në krejt këtë kozmos,
Del pi kontrolle. Kush? Njeriu. Pse? Se i ka dhënë Allah liri. E kjo liria tepër të mashtron njerin. Në vend se me shfrytzu lirin, me arrit objektivat e jetës, ai e shfrytëzon lirin dhe del prej sistemit të jetës. Keni pa vëllezër sa preciz lind dielli për ndon dielli? Keni pa sa preciz? Ke pa sa preciz janë lumejt? Toka, qejt, të gjitha në komand. A ditë kur dalim prej sistemit, numërohet gjithçka mbrapsht. Në qinta të sekondit merr fund gjithçka. Këtë thot Allahu xhelle wala në Kur'an. Dhe kjo është e lehtë për shkencën. Siç tani ditë një shkencëtar për studimeve të fundit, tha mos o Zot me bë muçurudita dielli, vetëm 1 milimetër me dal për kontrolle, e para viktim që është e diellit është toka, e përbin sikurse që e përbin njëri supën. Ka shpejt e ha toka dielli toka. Allahu po thon në Kur'an të gjitha lëvizin në kohë të caktuar, me qita së kohët, dhe të gjitha në kohën e duhur, dhe në vend e duhur. Për jashtim ky njeri që e kam prunë këtë dunja me ndërtu jetën, me arrit qëllimet më të mira të jetës, ky e shfrytëzon lirin dhe del prej sistemit që ka kriju Allahu xhelle wala. E sot po bën fjalë shumë në për shkencën, sociologji, se si ka ndal, si ka dal jeta pe kontrollit, dhe s'po arrijnë dot qëllimet dhe objektivat që i ka jeta. Por vëllezër të dashur, e nderuar rini, Ramazani në mëson disiplinën. Më herët edhe sot përmendet kjo fjalë kanë thonë pa shku në ushtri nuk e di çka disiplina. Ne i themi pa ardh, pa hi namaz, pa hi në islam mirë nuk e di çka disiplina. Kur të hin në islam mirë, komplet, me mendje dhe me shpirt, e kupton çka disiplina. Çeni shembull thjesht çka disiplina. Keni pa vëllezër ne kon 5 milion njerëz për një herë me ron sejdë me një komand? Keni pa në kon tjetër? Keni pa përveç islam? 5 milion njerëz e falin në xhuman sot në Mekë. Një imam si unë, që është nuk që jam sot tu, e man kontrol me një mikrofon sa që ky, këtë masën. Pse? Se kanë hi në sistemin Allahu xhelle wala. Dhe kur thot imami Allahu Ekber, këtë Allahu Ekber. Ai në ruku, këtë ruku. Kjo është sistemi jetës. Sa miliard njerëz jemi sot në botë, të gjithë në sofër të iftarit bëjmë, në sipas kohës ku janë, bëjmë iftar në njëjtën kohë. A mund ta detyrojmë botën 2 milion njerëz mi thonë, a mundi me bëj akşam jo iftar ose me hang bukë në njëjtën kohë? A mundemi detyru? E pamundur. Kush i ka detyruar këto njerëz me në njëjtën kohë me bëj iftar? Bindja në Allahun xhelle wala, që njeriu do t'i nënshtrohet sistemit Allahu subhanahu wa taala dhe rregullohet gjithçka në jetë. Sipas sistemit që ka caktuar Allahu xhelle wala. Pra agjerimi është shkollë për neve, vëllezër. Mos provoni me dalë prej kësaj shkolle pa diplomu kuptimin e ndryshimit të konceptit për jetën, për familjen, për shoqërinë, për kohën dhe për vlerat që do t'i posëdon njëri jetës së botës. Tu pe përfundoj këtë ders me vazhdu inshallah taala në xhuman tjetër. Alhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.